E kemi parë që janë shumë individ që her pas here zgjedhin një farë menaxhimi tradicional të suksesit të tyre apo edhe asaj çfarë duan të përfaqësojnë vit pas viti. James Goodnight është një nga personazhet që ka zgjedhur të bëjë të kundrën dhe ndoshta dhe sot më është e kontraditave dhe atyre që her pas here vendosin që të mos ndjekin atë çfarë u thuhet, por të bëjnë pasionin e tyre realitet dhe kështu ka ndodhur dhe me personazhin tonë të nesotme. Ka qenë një figurë në fakt që ka qëndruar në hije vit pas viti dhe pse thuhej dhe flitej kaq shumë për të si një nga individët që duhet përmendej, duhet flitej për të, duhet të dilte në ekran ndoshta për të folur edhe për treguar më shumë për atë çfarë përfaqësonte, ai kishte zgjedhur që zhurmën ta bënte nëpërmjet punës së tij të jashtëzakonshme që tregonte që në momentet e para. Megjithatë, ai mendonte që arsimimi ishte për të shumë i rëndësishëm, kështu që vendosi të studionte matematikën si një pasion i kahershëm edhe u diplomua për të kuptuar më pas se ishte i dashuruar me shifrat dhe me programimin. Me statistikat mendoi që kjo do të ishte rruga e tij, pra do kishte statistika, do kishte programim që do e shoqëronin dhe do ishin pjesë e jetës së tij, në të njëjtën kohë që do ta ndihmonin edhe për të bërë biznes, por patjetër edhe për të bërë diferencën në të gjithë tregun dhe në atë çfarë përfaqësonte që nga dita e parë, sepse duhet thënë, ka qenë një individ që ka qenë besnik përgjatë gjithë kohës ndaj parimeve të tij dhe kjo është shumë e rëndësishme për çdo që zgjedh që të jetë në biznes apo kudo tjetër, që të jetë në jetë në fakt edhe të bëjë diferencën në këtë formë për treguar atë çfarë përfaqëson dhe çfarë mund të mësojë tek gjithë secili prej nesh. Ndërkohë në vitin 1976 ai së bashku me kolegët e tij vendosi që të transformojë të gjithë tregun. Dhe nga një punë e zakonshme që mund të ishte duke bërë te dikush tjetër, ai arriti të themelonte, të kalonte pikën e kthesës në kompaninë e vet. Në këtë rast kishte marrë të gjithë eksperiencën fillimisht nga arsimimi, se si po e thonin, për të ishte shumë e rëndësishme që ta kishte pjesë të jetës së tij, e më pas tek eksperiencat e ndryshme të punës. Nuk kishte problem për të se cila do ishte puna që do bënte, por duhej të mësonte gjithçka që mund kishte mundësinë dhe ta shfrytëzonte maksimalisht të eksperiencë dhe mbase në këtë rast e ka ndihmuar fakti që është i rritur në një familje të thjeshtë, në një familje që kishte besim dhe dëshironte që fëmia i tyre të ishte më i miri në sektorin që përfaqësonte, por pa harruar të qenit njëri dhe kështu bëri në fakt përgjatë gjithë karrierës së tij. Në momentin që krijoi kompaninë u bë një nga figurat që frymëzonte më shumë, të afronte edhe më shumë individ për të qenë pjesë e kompanisë, por në të njëjtën kohë edhe për të mësuar prej tij. Dukshëm duke qenë se është një fushë që ka të bëjë me investime, ka të bëjë me statistika dhe të gjëra të së sotmes, të ardhmes, në të njëjtën kohë që kanë qenë edhe në të shkuarën, të shumë mund të ishin edhe konkurrentët, siç nuk kanë munguar edhe në rastin konkret, e kanë shoqëruar përgjatë gjithë periudhës së karrierës së tij, edhe padyshim që ta shoqëronin dhe për të nuk ishte një gjë e pazakontë, përkundrazi mendonte se kjo ishte gjë e duhur. Në një treg të lirë duhet të kishte konkurrentë dhe njerëz që luftonin për të marrë poste, njerëz që luftonin për të marrë klient, të individ të ndryshëm që mund t'i bashkoheshin përgjatë rrugës. Megjithatë, diçka që vlen për të theksuar tek kompania e tij dhe në të njëjtën kohë tek strategjia dhe ideologjia që ai kishte në vetvete për kompaninë dhe mënyrën e sipërmarrjes së tij ishte se nuk pranoi kurrë që të merrte financime nga jashtë. Ne kemi parë edhe në vendin tonë, por edhe jashtë, që për shumë kompani të ndryshme financimi nga jashtë është një nga mënyrat deri diku të vetme për të mbijetuar një startup edhe për të arritur për dalë në treg, për të nisur nga e para apo çfarë do lloj procesi të vështirë që mund të jetë në fillim. Megjithatë, ai ishte i vendosur që nuk dëshironte që as vendimarrjen dhe as t'ia kishte njeriu për borxh, nëse e themi në gjuhë popullore, por dëshironte që secili aparat vinte nga puna e tij, edhe ndonse në vitet e para do i duhej që të sakrifikonte shumë, të jepte çdo parat të tij, ndoshta të kishte muaj pa marr as pagesën e tij, si thuash, edhe pse ishte sipërmarrësi dhe ishte bosi i kompanisë. Megjithatë, kjo ka bërë shumë përshtypje dhe ka shërbyer si frymëzim për disa nga kompanitë, se siç mund ta kemi dëgjuar dhe thënë edhe her pas here, të shumta janë kompanitë që presin investimet nga jashtë për të zhvilluar, ndoshta për të jetuar edhe për të qenë në treg. Megjithatë, ky është një rast përjashtues që na mëson që ka mënyra të ndryshme, mënyra të shumta për t'ia dalë. Mjafton që të jemi të vetëdijshëm, ta duam mjaftueshëm gjën që bëjmë, në të njëjtën kohë të jemi të pranueshëm në gjithçka që mund të ndodhë ndaj sfidave dhe të jemi me forcën për të rinisur rrugën edhe për të ringritur. Shpresoj që për secilin prej nesh të ketë shërbyer sado pak historia e tij për të na frymëzuar dhe për të kuptuar sa të rëndësishme janë ëndrat.